Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë e largojnë, por askush nuk e di se kjo bimë bën mrekulli për shëndetin tuaj. Rukola është një bimë e gjethet të gjelbra që rritet në regionet mediterane. Ajo bën pjesë në familjen e bimëve Brassica, ku klasifikohet edhe bimë që mund të përfshihet te pjesa e lulelakrës dhe brokolit. Rukola ka veti të mira ushqyese dhe mund të mbrojë shëndetin në përgjithësi. Kjo bimë nuk përmban sheqer, kalori, karbohidrate dhe yndyra, gjë që e bën atë të jetë shumë më mirë kur bëhet fjala për në humbjen e peshës, citon Healthline. Rukola është e pasur me kalcium, i cili mbron enët e gjakut dhe është i nevojshëm për shëndetjen e kockave, funksionin e muskujve dhe të nervave. Kjo bimë përmban kalium, minerale dhe elektrolite të cilat janë të nevojshme për funksionet e mira të zemrës, fijeve nervore dhe ndihmon në kontraktimin e muskujve dhe ul efektet negative që shkaktohen nga gripa, gjë që e bën efektive për personat që kanë probleme me tensionin e lartë të gjakut. Rukola gjithashtu përmban folat, i pasur me vitaminën B, të cilat stimulojnë gjithashtu edhe prodhimin e vitaminës D dhe ndihmojnë në kushte të tjera antiinflamatore. Ekspertët vazhdimisht sugjerojnë konsumin e saj edhe në rritjen e përfitimeve të vitaminës B. Është veçanërisht e mirë për gra shtatzana dhe ato që planifikojnë në shtatzani. Rukola përmban vitaminën C, e cila është një antioksidant i fuqishëm i cili mbron sistemin imunitar. Kjo vitaminë është e rëndësishme për organizmin sepse mundëson përthithjen më të mirë të hekurit. Bimora e rukolas është e pasur gjithashtu me vitaminën K, e cila ndihmon edhe në koagulimin e gjakut. Gjithashtu përmban vitaminën A, antioksidant të fuqishëm që bëjnë pjesë në grupin e retinoideve, të cilat ndihmojnë në funksionet të mira të sistemit imun, stimulojnë rritjen e qelizave dhe ndihmojnë me shikimin. Vitamina A gjithashtu ndihmon në funksionin e veshkave, mushkërive dhe balancon trupin tuaj kundër një sër komplikacionesh. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga kjo bimë e veçantë, përfshiheni rukolan vazhdimisht në dietën tuaj. Rukola është një bimë me gjethet të gjelbra që rritet edhe në regionet tona. Ajo mund t'japë rezultate të kënaqshme për shëndetin. Rukola është e pasur me vlera ushqimore dhe antioksidant, një burim i pasur i vitaminës A, fibrave, vitaminës C, vitaminës K, folat, hekur, kalcium, fosfor, magnez, mangan dhe kalium. Shqiptarët e kanë kultivuar rukolan pas viteve 90, ndërkohë që të gjitha vendet e tjera të Mesdheut kanë shfrytëzuar vlerat e saj shumë më herët. Megjithatë, shqiptarët nuk janë të fundit mes kombeve që kanë rritur këtë barishte, duke qenë së fundmi amerikanët janë marrosur pas saj. Rukola në Shqipëri gjendet në dy lloje, ajo me gjethet të vogla dhe me gjethet të mëdha. Në tregun fshatar rukola mund të jetë gjithashtu edhe gjethe madhe dhe quhet rukola e restoranteve, pasi është me lekë për t'u larë dhe për t'u pastruar nga gjethet me përmbajtje të dëmshme. Por vlerat i kanë të njëjta, pavarësisht të formave të gjetheve. Ju ndoshta nuk e dini, por rukola prodhohet në pjesën qendrore të vendit tonë. Gjithashtu, rukola mund të jetë e përfshirë edhe në sallata të shëndetshme dhe ekspertët këshillojnë përfshirjen e saj në dobi të organizmit në mbrojtjen kundër këtyre shqetësimeve. Rukola është një barishte me dhunti të shumta për shëndetin e njeriut. Ajo përmban kryesisht edhe vitamina, element ushqyes për rritjen e vlerave të trupit. Rukola i përket familjes ku bën pjesë brokoli, lakra dhe lulelakra. Rukola është plotë e përplot me vitamina, minerale dhe ushqyesa që është ndër të paktat që mbështet sistemet e të gjithë organizmit. Vlerat befasuese shëndetësore të rukolas janë të larmishme. Ekspertët e cilësojnë atë si një barishte të rëndësishme edhe për sistemin tuaj të forcimit të nyjeve, fal elementeve mineral që ajo i përmban me shumicë. Rukola do të cilësohet nga ekspertët si një mundësi e shkëlqyer për të pasur nyje më të shëndetshëm dhe për të mbajtur ato më të fortë dhe larg nga komplikacione të ndryshme. Nëse doni që të merrni vlera më të mira për nyjet, atëherë rukola duhet të jetë pjesë prezente dietave tuaja.
Vitamina K që gjendet me shumicë tek rukola mban larg inflamacionin dhe forcon shëndetin e kockave, duke parandaluar kështu në të njëjtën mënyrë shfaqjen e rrezikut për zhvillimin e artritit. Një vlerë e shtuar është edhe vitamina K dhe është ndihma që ajo jep për organizmin për të përthithur kalciumin duke i dhënë një mbështetje të fortë të kockave, sidomos edhe atyre personave që vuajnë nga osteoartriti. Rukola do të rrisë rezistencën e organizmit. Vitamina C mbështet sistemin imunitar dhe shmang gjithashtu rrezikun e shfaqjes së infeksioneve dhe të sëmundjeve të ndryshme. Sipas të dhënave të Healthline, vitamina C është në vetvete një mekanizëm i cili mbron dhe stimulon edhe shkaktarët kundër radikaleve të lira dhe forcon gjithashtu shëndetin tuaj në uljen e rrezikut të këtyre problemeve. Rukola gjithashtu është e pasur me vitaminën A. Rukola përmban vitaminën A, e cila është një antioksidant i fuqishëm i cili promovon shëndetin e mirë të nyjeve, dhëmbëve, syve dhe lëkurës tuaj gjithashtu. Nivelet e hormoneve do të balancohen. IT3 është një përbërës i cili është i dhënë edhe nga shkenca se ekuilibron nivelin e hormoneve. Rukola është e pasur me këtë përbërës dhe gjithashtu do të japë rezultate të shkëlqyera në ndihmën kundër komplikacioneve. Rukola ndihmon në rrithitjen më të mirë të mineraleve. Nëse e krahasojmë me ushqime të tjera siç është spinaqi, bajamet, bimët bishtajore ose gjethet e panxharit, rukola përmban disa sasi të vogla të oksalatit. Kjo është një molekulë që parandalon përthithjen e kalciumit. Kjo e bën rukolan të dobishme për të konsumuar, sepse ushqyesit e saj sigurojnë kalcium, një mineral i jetësor për shëndetin dhe ndihmojnë në përthithjen e tij të plotë. Rukola është një ushqim shumë i mirë, edhe për ata persona të cilët vuajnë nga gurët në veshka. Ushqimet e pasura me molekula të lartë përmendura siç janë spinaqi mund të promovojnë formimin e gurëve në veshka. Rukola nga ana tjetër ulë rrezikun e formimit të këtyre gurëve, pikërisht falë sasive të ulta të molekulës oksalat. Gjithashtu, gratë shtatzana do të përfitojnë ndjeshëm nga konsumi i kësaj perimeje. Rukola është një barishte shumë e mirë për të gjithë femrat shtatzana. Kjo tregon sepse acidi folik, një prej vitaminave të kompleksit B, ulë rrezikun e formimit të defekteve lidhura kështu edhe me të porsalindurit. Rukola është një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona që vuajnë nga kolesteroli. Acidi pantotenik ose vitamina B5 ka një ndikim të favorshëm edhe kundër mineraleve të larta të kolesterolit. Gjithashtu, rukola mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë drejtim dhe të nxjisë mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Nëse doni të mbani larg problemet të cilat lidhen me shëndetin tuaj, rukola do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe në balancimin e komplikacioneve të trupit. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga elementët ushqyes kundër luhatjeve të larta të kolesterolit. Rukola mund të jetë një zgjidhje produktive edhe kundër komplikacioneve të helmimit ose kimikateve të ndryshme, të cilat mund të ndikojnë gjithashtu edhe në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Vlerat e shtuara të rukolas përfshin edhe aftësinë për të pastruar organizmin dhe kundërvepruar gjithashtu edhe me metale të rënda. Nëse doni që të përfitoni nga kjo bimë e veçantë, atëherë duhet të përfshini me patjetër rukola në dietën tuaj. Vlerat e shtuara të rukolas do të përfshin aftësinë e tyre për të pastruar organizmin, për të mbajtur larg këto komplikacione dhe për të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Në këto raste, rukola është një bimë fantastike për të përfshirë në dietën tuaj dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Prandaj përfshiheni atë në sallata edhe për të përmirësuar imunitetin dhe për të mbajtur larg komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të plotësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.